Komandanti suprem i forcave aleate në Europë, generali Aleksus Grinkević, ka deklaruar se përmirësimi i vazhdueshëm i situatës së sigurisë në Kosovë po krijon mundësi për optimizimin e forcës paqëruese të NATO-s, duke theksuar njëkohësisht se aleanca mbetet e përkushtuar ndaj stabilitetit në vend. Gjatë viteve të fundit, situata e sigurisë në Kosovë ka shënuar përmirësim të vazhdueshëm. Si pasojë, në janar NATO pezulloi dislokimin e forcave rezervë për KFOR-in, duke i dhënë fund një periudhe mbi 2 vjeçare rotacionit të vazhdueshëm, duke qenë se stabiliteti mbetet i qëndrueshëm. Aleanca do të ndryshojë pozicionimin dhe gradualisht do të rregullojë madhësinë e forcës gjatë vitit të ardhshëm, shprehet ai. Lidhur me këtë, ish hetuesi Agim Rexhepi në një prononcim për Bota Sot ka thënë se deklarata e generalit të NATO-s për rishikimin gradual të vendosjes së madhësisë së KFOR-it në Kosovë nuk duhet parë si tërheqje e NATO-s, por si shenjë pozitive. Rexhepi ka potencuar se NATO mbetet plotësuese e angazhimeve për paqe dhe siguri në Kosovë dhe se çdo ndryshim i paralajmëruar ka karakter operacional, jo strategjik apo tërheqës. Deklarata e generalit të NATO-s për rregullimin gradual të pozicionimit dhe madhësisë së forcave të KFOR-it në Kosovë duhet të interpretohet para së gjithash si një vlerësim pozitiv i progresit të sigurisë që është arritur në vend gjatë viteve të fundit. Ky nuk është një sinjal i tërheqjes së NATO-s nga Kosova, por një tregues se aleanca vlerëson se situata në terren është më e qëndrueshme dhe se institucionet e sigurisë kanë rritur kapacitetet e tyre për menaxhimin e sfidave të ndryshme. Është shumë e rëndësishme të theksohet se NATO ka konfirmuar qartë se mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit dhe sigurisë në Kosovë. Prandaj, ndryshimet e paralajmëruara kanë të bëjnë me optimizimin e operacional të forcave dhe jo me ndryshimin e mandatit apo të angazhimit strategjik të aleancës në rajon, ka theksuar ai. Tutje Rexhepi është shprehur se ulja graduale e KFOR-it është shenjë se situata në Kosovë është përmirësuar dhe ka më shumë besim të institucionet vendore, sidomos policia. Natyrisht, ky zhvillim rrit edhe përgjegjësinë e institucioneve të sigurisë në Kosovë. Sa më shumë që situata konsiderohet stabile nga partnerët ndërkombëtar, aq më e madhe bëhet nevoja për institucionet vendore që të jenë të gatshme të reagojnë me profesionalizëm, koordinim dhe efikasitet ndaj çdo tentative për destabilizim apo tensionim të situatës. Kjo nuk kupton forcimin e vazhdueshëm të kapaciteteve operacionale, inteligjente dhe parandaluese të institucioneve të sigurisë, ka shtuar ai. Gjithashtu Rexhepi ka vlerësuar se NATO dhe KFOR-i mbeten garancia kryesore e sigurisë në Kosovë dhe nëse ulet numri i trupave. Sipas tij, kjo nuk e ndryshon aftësinë e tyre për të ndërhyrë shpejt nëse ka përkeqësim të situatës në vazhdim.